Kemi shumë çka për të folë sonte, po kam dëshirë me fillu prej fëmirisë tuaj. Ju në fakt keni lindur në Podgoricë. E vërtet. Po, e vërtet, jam lindë rrit në Podgoricë dhe kryo shkollën fillore dhe të mesmen, mirë po prindrit i kam prej Malësisë Madhe, Malësia është shumë afër Podgoricës, bile qendra e Tuzit 5 kilometra të mos gaboj. 5 kilometra në kufit etnik të Malësisë, ndërsa qendra e Tuzit vetëm 8 kilometra prej Podgoricës. Si e mbani mend fëmirin tuaj? Po fëminin e kam pas kogja kështu të lumtur, sepse e kam jetu jetën mes Podgoricës edhe Malësisë. Familja eme është përngullë që është në vitin 1958, bile dhe babaj është rritë aty në Podgoricë, sepse Malësia është kënë kogja e lidhun, jo vetëm territorialisht, por edhe shpirtnisht me Podgoricën, se faktikisht ai si qytet është ndërtuar mbi një fushë e cila i ka atakuar Malësisë Madhe territorialisht. Mandej, babaj vetëm shkollën fillore, klasën e parë të shkollës fillore ka përfunduar në Triesh, prej nga jemi me origjinë, ndërsa është rritën në Podgoricë. Por edhe babaj edhe nana kanë pas shumë dëshirë që nën mos me u shkëput prej Malësijet, prej farefisit ton, prej ilakeve, dajave, prej kushrive, kështu që ne kemi jetuar jetën edhe si qytetarë të Podgoricës, po të njëjtën kohë edhe si malësor të Malësisë Madhe, dhe unë edhe vllau jam me motrat e mia. E në fakt këtë talentin për muzikën nuk e keni vetëm ju, keni edhe të tjerë në familjen tuaj, edhe mos harroni të na tregoni atë historinë se si e keni marrë çiftelin tuaj të parë. Po, është interesant se muzika në familjen teme ka ardhur nga të dy anë. Talentin fakt e kam trashëguar nga të dy anë, edhe nga ana e babait, po edhe nga ana e dajve të mi. Dajet e mi kanë qenë për gjatë kohë antartë një shoqëri kultur-artistike Besa, që quhet edhe sot ekziston ajo shoqëri, që është prej Trieshit. Trieshi janë një ndër 4 malet e Malësisë që është nën Malëzi. Edhe një prej dajave të mi ka qenë edhe udhëheqës artistik aty në atë shoqat, Doda Gjona, edhe unë si fëmijë që se kom dalë shpesh në Malësi atje. A kishim edhe ndonjë ditë të lirë prej shkollës, babaj edhe nana kishin shumë dëshirë me na qu atje të dajat, edhe ato gjona na kanë kriju dorën zemër kështu. Edhe ato gjona edhe sot i kam veti, edhe ato edhe më kanë kriju edhe si këngëtare, artiste dhe të gjitha. Edhe unë i dëgjoja dajat e mi të i performu edhe të i këndune për ato me instrumente tona burimore, edhe kisha shumë dëshirë si fëmijë me umësu edhe unë me i ra aty në çiftelive, sharkive, fyllave, gjanave, edhe shoqënia kultur-artistike Besa, ku bënin pjesë dajat e mi, ishte jashtëzakonisht e mirë. Ka marrë në përgarat komunale aty, në Podgoricë me rrethin, shumë shpesh e ka marrë vendin e parë, edhe pse kishte programin 100% shqiptar, po kualiteti e cilësia e kanë bën veten. Masandej unë si 19 vjeçar bëjmë antarja asaj shoqënie, po para aty fitoj një çifteli si shumë i vogël, ja nisi me i ra aty në Podgoricë, me i knue, dhe gjitha këto kanë rrjedh shumë bukur në fëmijënin time. Ju këtë verë jeni shumë aktiv në tozë dhe në treva shqiptare. Si për ju duket kjo verë? Verat, jo vetëm kjo, po verat në përgjithësi janë shumë dinamike këtu në shqiptarin tonë. Shqyqyr Zotit na vinë lullet e diasporës këtu edhe gjithë shka lullëzon. Si në Kosovë, si në Malësi, si në barë shqiptari. Jo dini se në barë shqiptaria i ka familjet, në barë shqiptaria ka dikont familjes në për gurbet poshtë të nalte dhe verës vinë po thuaj se të gjitha ta këtu edhe lullëzojnë vendet tona, e keni pa shumë jeta dinamike edhe për muzikën e këtë gjona shumë është gjitha ato koncerte, gjitha ato gëzime familjare, shumë bukur me të vërtet. Gjithë shka gjallon këtu të ne kur vjen diaspora, dorën zemër. Edhe ne ashtu edhe ne këngëtarët e kemi punën kryesore verës, sepse janë gjitha ato gëzime familjare, ato koncerte, ato mramje argëtuese, edhe me të vërtet është një kënaqësi e madhe. Ju keni qenë në shumë koncerte në vende shqiptare, por ku e ndjerë më i afërt me publikun? Mas afër më ndjerë me publikun diaspor, me të vërtet. Pse? Diaspora është shumë e eqtë, me thonë, e undë për vendlindje. Pe përdori atë fjalë popullor që ashtu se diaspor gjithmonë është ai malli për vendlindje dhe për vendin ku janë
rritë edhe nga janë me origjinë, po shqyqër Zotit edhe rinia që po rritet atje të rritë tonë, po kanë shumë dëshirë me ardhë këtu edhe kur do vinë Kosovës e në Malësia, ku do e shehat entuziazmin e tyne që janë vendlindjen e prindërve tyne, për shembull. Kjo është shumë e mirë, sepse është mirë me i trashëgua këto rinia jonë dhe mos me harru kur vendlindjen tonë. Por koncertet, mramjet argëtuese, gëzimet familjare janë me të vërtet janë më të veçanta në diasporë se sa në vendlindje, natyrisht, qoftë në Shtetet Bashkuara Amerikës, janë në Bashkimin Evropian, kudo që janë shqiptarët tonë. Vrehet ai përmallimi i tyne, dhe pse sot shqyqyr Zotit janë kriju kushtet edhe diaspora jonë vjen këtu pas një pengesë mirë, po me gjitha ta është malli gjithni prezent të ata. Shqyqyr që është prezent, sepse ato emocionet e mëdha për vendlindjen, ato i shtyjnë njerëzit edhe me kontribu për këtë vend, edhe ata kanë kontribu jashtëzakonisht shumë, edhe për lirinë e Kosovës, për pavarësinë, po edhe sot për zhvillimin ekonomik. Kjo është shumë vërtet. Më pëlqen shumë si keni dekadat e tëra këtu në Prishtinë, do me thonë që jetoni në Prishtinë edhe ende e mbani këtë theksin malësor, po pushimet e verës ku i kaloni më shumë? Sa për theksin malësor, une që 25 vjetë bëhen vjesht që jam në Prishtinë. Kretë rasisht kom dalë në studime, atje s'kishim shkollim të lartë në gjuhën Shqipe, unë s'dojsha me vazhdu në gjuhën tjetër, kështu që me 1 tetor bëhen rrafsh 25 vjetë që se kom dalë në studime në Prishtinë, atëherë në Universitetin e Prishtinës. Edhe unë absolutisht e dua dhe adhuroj gjuhën Shqipe me gjitha thekset e saj dhe mo 2 dialektet kryesore që kemi. Nuk kam ndonjë mision pse flas kështu se ka akove të vënit zëra e këse farë gjana që jo dikush e forsirat gegniste, dikush të si unë s'kam asë gjana, është për mua gjua Shqipe, është e shajt, mirë po unë si këngëtar, si interpretuos i këngëve në përgjithësi popullore dhe folk krijimtarisë re, disi tek unë mendoj se është më origjinale kur e flas theksin tem se nga jam me origjinë. Sepse dorën zemrën Kosova është shumë i rrallë, edhe me bo me folë tash unë si Prishtinali nuk besoj që ju kisha bindë se jo maj malsori tamam, mirë po kur e flet malsor që në kombinim me gjuhë letrare besoj që është më origjinale. Ndërsa pushimet unë e du Ulqinin shumë. Nuk jam lokaliste dhe pëse jam Ulqinak, jam prej Tuzi. Tuzi i ka 90 kilometra largë prej Ulqinit, 90 kilometra. Mirë, po e du Ulqinin shumë sepse edhe shpirtnisht jemi të lidhun për atë Ulqin edhe ne, edhe Kosova, edhe gjithë edhe dorën zemër dhe plazhet i ka të mira, sidomos plazhin e madhe adhuroj. Ne shpesh shkojmë me bashkëshorte me 2 fëmijët tonë dvegjel atje, por edhe në shtetin shqiptar kemi shkuar shpesh. Shqyqyr Zotit u hapën këto kufik të gjona, përparoj edhe shteti shqiptar dhe Bregdeti është fenomenal edhe pse jo. Pasi u fute kështu nga familja edhe i përmende fëmijët, çfarë lloj babai je? Shumë mirë. Ne i kemi prit ata 2 fëmijët tonë, binjakët, Lurën edhe Lekën, plot 9 vjetë e gjys. Unë i kam dasht fëmijët gjithmonë. Edhe kur kam qenë adoleshent i kam adhurua fëmijët. Po mas që jemi martuar me bashkëshorten, s'kemi pas plot 9 vjetë e gjys fëmijë, po deshti Zoti na i dhuroi binjakët, vajzën e djalin, Lurën edhe Lekën. Edhe natyrisht unë i kam para se mi bana me fëmijë, i kam pas fëmijët e vllaut edhe fëmijët e motrës, dhe më thënë nipat e mbesa tonë, që i adhuroj edhe sot. Mirë, po kur ti falë Zoti fëmijët tu, disi janë ashtë një mënyrë më e veçante dashnis ndaj tyne. Edhe unë, kreta dashni që kam për fëmijë, unë besoj që e la me gjithë zemër edhe me gjithë shpirt tek fëmijët e mi, dhe jo vetëm tek fëmijët, po munohem me kënë baba i mirë, dhe pse ka i herë ka që me 10 ditë tona nuk jam në shtëpi. Për shembull kur del për te oqeanit që fëmijët tonë beten vetëm me bashkëshorten teme me nonën e tyne, nuk është lehtë, as sot, as dikur, ashtu sepse janë të vegjel edhe janë në një moshë të dytë hala, nuk i kanë bo ka 4 vjetë, tash është ajo faza e tyne që duhet me shpërthy edhe me treguat shpirtin me gjithë ato që janë të vegjela kanë fillu që ta kuptojnë që baba i tyre është një figurë publike ose si reagojnë ka herë kur këshyrin kështu në për televizore që babi edhe sen edhe kur më shojnë se bëjmë gati ndo një këmisha diçka edhe dalin thot babi do me shku në dasëm po
Kështu që po, fëmijët janë super inteligent, tani sot ma që gjitha i kanë shplak dorës. Po, pas kaq shumë vitesh, kënga Kthehuni, çka do të thotë për ju? Kënga Kthehuni është publikuar në vjeshtën e vitit 2002, do me thonë një vjet mas që kom dalë studime në Prishtinë. Unë edhe para saj i kom pas 2 albumet realizume, mirë po kanë qenë ma të për nivelin lokal tek shqiptarët që janë në Malzi, Knejka Kosova po thuaj se kam qenë këngëtar gati totalisht anonim. Edhe deshti Zoti, edhe puna jone madhe, angazhimi unë i madhe me kolegët e mi, me krijuesit e kësaj kënge, edhe tekstit e muzikës edhe orkestrimit, por edhe të videoklipit, mendoj se u bani një projekt kogja i mirë në tërësi, por ka herë është badijava edhe me pas projektin e mirë kur nuk e ke edhe fatin. Pa aty po më duke tona u bonën bashkë dhe kënga Kthehuni e pat një sukses jashtëzakonisht madh atëherë, edhe sot është shumë aktuale. Ajo këngë më ka nderuar shumë, ajo këngë është sikur letër njoftimi imi si këngëtare. Mas asaj këngë i kom bërë edhe një 30 singla tjerë me videoklipe, as njëra nuk ju ka afruar suksesit saj. Në fillim nuk më vinte mirë pse nuk po e kalon këngën me sukses mirë, po me vite kom kuptuar që atë këngë nuk besoj që kom me mujt me kriju ma këngë që ka me pas atë sukses ashtë të mandë, dërsa këngë të mira besoj që kam kriju vazhdimisht me bashkëpunëtorët e mi. Pse është kënga edhe sot aktuale, më vjen mirë për një arsye, sepse ka qenë shumë e punuar me shumë kujdes, edhe për atë kohë ka qenë shumë profesionale, ndërsa për njëse nuk më vjen mirë sepse edhe sot të rritë tonë fatkeqësisht largohen prej vendlindjes sonë, e për ata nuk më vjen mirë ndoshta pse është kënga Kthehuni aktuale. Ndërsa për vlerën artistike, cilësinë e saj, bjerë Zot me kanë aktuale edhe kur mos tjetë ma malsori gjallë. Po ndonjë reagim ose histori që keni nga dikush kur e ka dëgju këngën Kthehuni, reagimet e tyre e ke? Unë kam shumë përjetime edhe komente të bukura, edhe të drejtë për drejta, por edhe komente kështu në rrjetet sociale prej asaj këngë. Më të bukurat që i kom përjetuar me atë këngë kanë qenë kur e kom interpretuar për herë të parë në prekaz në Notën e Zjarreve, që mbahet për çdo vjet me 7 mars për hir të familjes madhe Jashari. Në fakt e kom performuar për herë të parë në stadiumin e Prishtinës kur ishte parakalimi i trupave të TMK-s aso kohë, ishte viti 2003, edhe me 5 mars bëj ajo epopeja UÇK-s, mandej vazhdonte me 7 mars në Notën e Zjarreve te kompleksi i Jasharëve. Aty edhe më kujtohet shumë mirë kur ishin ditët e shkollave fillore në për Kosova, so kohë ishte viti 2003, kur u bë aktuale ajo këngë shumë, edhe më thirrnin, kisha shumë ftesa me interpretuat këngë në për shkollat të ndryshme në për Kosovë, edhe për fshatna, po edhe në për qytete, edhe ishin ditët e shkollës, filon shkollës e unë e pranojsha me knatësin më të madhe. Kur vishin fëmijët e vegjël më thoshin, a bën me mund të shkruaj që tu. Kjo është knatësia më e madhe për mua. E lema këta shqiptarët tonë diasporës, çfarë komentesh kam marrë prej tyne, që me të vërtet disi gjitha ato më kanë plotësuar shpirtnisht, edhe ato ta japin edhe një kuraj, o ta thosh ashtu, një dëshirë shumë të madhe për me vazhdu edhe me kriju. Shumë e vërtetë. Duke qenë edhe pjesë shumë dasmave në për trevat shqiptare, kush mendoni që i bën dasmat më të mira kështu? Këto mi bëjnë pyetje edhe në Malsi kur jam në për intervist. Dasmat bëhen gjithku mirë, sepse bëhen me dasma organizohet me një qef të madh, shoqëri që është për qef, shoqëri që është bashkim për qef, do të thonë është gëzim familjar. Edhe sot shoqëritë Zotit janë përmirësuar edhe kushtet ekonomike në shqiptarinë tonë kudo që shkon. Dikur dasmat kanë qenë pak më modeste, mirë, po e kanë pas atë shpirtin me ato që ka t'i ka qit i Zoti i shtëpisë për para dhe zoja e shtëpisë, ke pas atë mikpritin e ty në shumë nivele. Dhe sot është natyrisht, mirë, po sot e shesofrën shoqëri Zotit plot.
Të mira e ndasma gjithku, nuk e din, Kosovë janë shumë të veçanta, a din, po edhe në Kosovë dallon rajoni prej rajonit, ndoshta me do specifika kështu dëvogla në organizimin e tyne, edhe të non-malësi janë shumë të bukura. Po në Kosovë një qytet, ndoshta që e kishe veçu. Nuk guxoj se me bëmë veçu dikon tjetër, ma kishin mbyll hyrjen në Prishtinë. Po bëja i gare, Rafshi Dukagjini t'i bën dasmat shumë bukur, dorën zemër. Kam kënu një 70% e dasmave që i kam këndua deri tash në Kosovë, besoj që i kam kënu anej, kam performua anej edhe i bajnë shumë bukur, pse se është tradita e mirëfillt shqiptare, sinqerisht, edhe tjetër ku është natyrisht mirë, po aty nga si edhe është të kufini me shtetin shqiptar, ai kufi s'ka ekzistuar shpirtnisht kur edhe tash zotit jeket një ditë krejt mirë, po unë besoj ndoshta edhe për ata që ka qenë shumë afër aty shteti shqiptar, edhe janë shumë bukura, është ajo tradita shqiptare e mirë, janë ato mikpritje, kur hin atje thotë zoti i shtëpisë, mirë se të ka pru i madhi zot, atë gjana shumë bukura, din, që për shembull sot në këtë botën moderne rallku edhe i dëgjon. Din ato gjana që mua disi më lidhen e shpirtnisht shumë me gjana që i performoj unë përgjithësi. Po çka mendon për këto darsma që po bëjnë tash më klasike, të pëlqejnë apo je më shumë ka tradicionalja? Unë e duhet traditën shumë mirë, po tradicional janë gërshetime moderne në bjerë zot gjithmonë, edhe ndasma edhe njëtën e përditshme, natyrisht. Po bëjnë tash mënyra të ndryshme, gjithkush po i banë për qefi vetë shumë bukur, veç let martohen shqiptarët, ku ka ma mirë. Edhe një ditë e kom thënë në një intervist, let martohen edhe let krijojnë familje, nuk ka gjë ma bukur. Se ne nuk jemi numerikisht shumë, edhe ne shqiptarët duhet me ushtu. Pasi që jemi edhe tek familja, nëse njëri prej fëmijëve do dëshironte të bëjë këngëtar, çka do i thoje, si do ishte reagimi? Veç nëse do të dëshironte, përndryshe nuk ja kisha imponua kur. Ka kolegë të mi që mundohen me doje mos me ja imponua fëmijëve me kënue se në tjeshe, talenti pa tjetër që trashëgohet, sepse talenti është diçka që trashëgohet, ja prej ona e prej nonës, ja prej ona e babës, po trashëgohet talenti. Jo veç në muzikë, po edhe në gjana tjera, mirë po nëse interesimi të fëmiu është për me vazhdua, unë do të kisha përkra me të madhe, ose vajzën, ose djalin, ose të dytë. Mirë po jo me dojë mos. Nuk është të thonë unë tash pse është prindi këngëtar, duhet me dojë mos fëmijën tonë me forsirat me çu përpara me u bë këngëtar. Jo. Që doja thoje, mbase nëse dëshiron, do donte të bëj. E dini si është muzika, njerëzit mendojnë se këngëtarët edhe muzicientët mund të bëhen të pasun edhe dikush e ka qasjen shumë të gabuame. Shumë e gabueshme është qasja me i hi muzikës për me ba pasoni materiale. Nuk ka qasje më të doptë dhe më të keqe se ajo. Muzikës duhet me ju qasë me dashni ndaj saj. Edhe kur ti qasës ashtu, edhe kur t'ja përkushtosh jetën pa tjetër që gjitha kanë me u shpërblye dal ka dal. Pasoni materiale nuk mundet me ba kush me ato, mirë po mundet me kalua një jetë solide të mirë, po mbi gjitha kur je me familje të mira, është pasonia ma e mira e të mirave. Kur çdo që ka dëshirë, ja me këndua, ja me u marrë me muzikë mirë profesionale, le ti qaset me dashni, le ti qaset me përkushtërshmëri, gjitha kanë me u kthye dal ka dal. Unë për veti kisha dasht shumë që njëri prej fëmijëve të mi s'pakut me u marrë me muzikë. Dini pse? Sepse muzika aq shumë më ka bë me taku aq shqiptar të mirë në përgjithësi në për këto troje tona edhe në diasporën tonë, sa që kur nuk e kisha aq bë për jetës time ato përjetime që i kom bë. Mas shumtit për ata. Edhe pse jo njeriu e kalon një jetë të i gëzuar njerëzit, të i gëzuar bashkë me ta. Ku ka ma mirë se me shkon nga zmende familjare. Ata janë ende të vegjël, po e ki pa mbase ndonjë interes nga ta për muzikën, apo ndonjë vegël muzikore? Veglat muzikore hala shumë heret mirë, po talenti shihet sepse edhe kur jau lëshojmë në televizor ato emisionet e fëmijëve, ato zakonisht kanë mbrapavije dhe muzikë tyne, edhe i dëgjoj shumë shpesh ku këndojnë bashkë me ato edhe shihet talenti. Dinë se sa shkon mas notave të asaj melodie që po përcjell dhe transmetojnë në televizor, natyrisht që shihet talenti, talentuam janë, mirë po ta shohim kur t'ja nisin me urrita do të kenë interes për muzikë siç kam pas unë. Ju muzikën e shihni si punë tamam apo si pasion? Unë muzikën e shoh si pasion ton jetën teme. Tash ti ato e kam edhe profesion sepse unë jetoj prej saj.
që 25 vite unë nuk punoj asnjë punë tjetër përpos muzikën. Mirë po, disi kur e sheh vetëm si profesion, mua disi më lëndon ata, nuk mundem me pa unë veç ashtu. Sepse muzika është... Janë disa kolegët mi, unë i dua shumë edhe i respektoj shumë kolegët e mi. Në disa prej tyne që kanë kriju edhe pasuni materiale, edhe nuk i shoh ma në ekran. Edhe disa eri kom taku edhe rrim pim kafe, i thonë, qa u bo me ty o burë, qa u bo, tash i ke bo do lek, do kushte dhe s'ka ma muzikë. Njeri o duhet me kriju ton jetën e ti, pavarësisht kushteve, dash zoti me kanë shnoshe mirë mbi gjitha, se pa ato s'muj me kriju kur gjojq, mirë po pavarësisht kushteve materiale, pavarësisht ta ke bo diçka materialisht ose jo, duhesh me kriju, sepse i këngëtar, a ke dhonë për para hite, mundoju edhe sot vlla, edhe muzika është pasion, mbi gjitha pasion. Me bo, mos me marë si pasion, kur gjë s'ka prej saj, as ka hite, as ka interpretim të mirëfillt, as nuk ka as përfitime prej saj. Kështu mendoj unë, s'pakut kështu i kom qasë mund muzikës në jetën time. Po ndonjë pasion tjetër, përveç muzikës? Muzikën e kom dash shumë prej fëminis. E kom dash shumë edhe gjuhën angleze, si fëmi, po ka dash zoti edhe ato e kom studiu në Universitetin e Prishtinës, kështu që këto dy pasione bashkë, mirë po muzika ka qenë edhe është pasioni më i madhi. Po edhe tradita shqiptare, dorë në zemër, tradita dhe gjitha ato që na karakterizojnë neve si shqiptarë, filluar prej qenjes sonë, prej historisë, i kom adhuru ato shumë që është fëmijë. A ka ndonjë person që ka ndikim të madh në jetën tuaj, por publiku nuk e njeh? Po, të unë kam pas ndikim kogja. Për shembull si një fëmijë që jam lind rritën në Podgoricë, po flas malësia edhe malësorët kanë pas ndikim shumë të madh tek unë edhe për muzikë edhe në përgjithësi në krijimin tim si këngëtar. Dhe janë do kolegët mi që i kom adhuruar që është fëmijë, që sot janë veteran të muzikës që ende shqyr zotit këndojnë edhe krijojnë, që unë i dua shumë edhe rri me ta shpesh. Cilë janë ata? Cilët janë? Ka plot, nuk bën me i përmend sepse mundem me anashkalu, nuk kam prej tyne që s'përmendi emna, se unë e thash i dua kolegët e mi shumë, sidomos veteranët e muzikës. Por kur jam kënë fëmijë, kam dëgjuar gjitha ta. Edhe prej atyne më të vjetërve që nuk janë ma në botë në këtë jetë, kanë qenë Qamili i vogël, kanë qenë Dervish Shaqa, e Bajrush Doda, e Augustin Nuka, ata rapsodët e mdhej, jam rritë edhe me këngë shkodrane, sepse ne edhe si rajone kemi Shkodrën shumë afër, edhe ne e mërte aty në radio. Si fëmijë jam rritë me zonin e Shoqëria Lushit e bikëndojës e këtyne, por edhe me zërin e këtyne këngëtarve të Kosovës që ende janë aktual, që nuk mundet me ja mohu kërkush vlerat e tyne artistike. Edhe gjithë këta kanë pas ndikim të unë, ndoshta të i dëgjua këtë buqet të artistëve të mëdhej, jam krijuar vetë, ndoshta edhe mënyrën teme të interpretimit. Kështu një gërshetim malësi i Kosovë, besoj që kam një interpretim të i dëgjua kolegët anek. Çka nuk do të sakrifikoje kur, pavarësisht suksesit? Nuk do të sakrifikoja kur familjen teme të ngushtë dhe dëgjon, edhe ftyrën, faqen e barë që jam mundua, nuk po thom që jam, mirë po jam mundua me trashëgua do kode morale, do gjana që i kom trashëgua edhe prej familjes, po edhe prej rajonit nga vi. Këto dy gjana si kisha rrezikuar kur, për asnjë se në botë. Po, na trego si është malësori pas personazhit të tij në publik? Unë gjatë gjithë këtyne viteve, sidomos që kom arë në Kosovë, edhe jam kriju i këtil si jam, edhe si këngëtar, po edhe si person jetës së përditshme, unë jetoj jetën kështu, si kur më shohin edhe gatin skenë, sepse gjitha do të bëhen edhe shprehin jetën e përditshme, edhe mirësjellja natyrisht, sepse ti s'ke qajre pa me sjell mirë. Unë e kom marrë këtu në Prishtinë, nuk kam njoft njerit gjallë. Edhe prej Universitetit Prishtinës, hapat e mi të parë, takimet e mia të para me Prishtinë dhe Kosovën, ishte Universiteti i Prishtinës. Prej profesorëve, prej kolegëve të mi, student, këtu më kanë pritë se cili ma mirë se tjetri. Ani që e dishin që vi prej një rajonit vogël shqiptar që është nën Malëzi, edhe jo vetëm unë, po gjitha gjeneratat para mejet, që në mungesën e shtetit shqiptar, sepse ishte izoluar, shtetit shqiptar dihet ato gjatë diktaturës komuniste, neve Kosova na ka
marë edhe na ka shkollua, edhe na ka prit gjithë nisi kur tishim 100% bitë e saj, na edhe jemi të bitë e saj, se në mungesën e shtetit shqiptar që ishte në izolim me diktaturën komuniste, ne gjetëm një shtet shqiptar tjetër këtu që ishte Kosova, që ishte Shqipnia, gjithçka për neve. Edhe une këto kur nuk mundem me i haru, me i thonë drejtën. Masande edhe fillimet e mia si këngëtar këtu, që më kanë bështet prej televizioneve e mediumeve gjithat mundshme në aso kohë, po edhe sot, ato gjitha më kanë kriju mua, nuk mundem tash unë këtu gjitha ato simpati, ato ndihma, ato gjanat bukura që mi ka dhurua Kosova, tash unë këtu me kriju një farë personalitetit, një farë vrasësiet, një farë mende madhësiet, të unë s'ka me pas kura së gjanësh, edhe unë po ju betohem jetën e përdiqme, kaloj jetën për çdo ditë kështu. Filluar prej kojshive, a dal me bledi që kanë shqitore, unë me unohem me kënë normal, me mirësjeli me gjitha. Ta shti edhe unë bona ka jetë nervoz s'ki qajre, se njerëz jemi, nuk jemi të shpifje të mbajnë nervoz gjanat që fryhen pa nevojnë për disa portalet tona, shoqënison, kur ne vetë jetojmë këtu edhe njohim si është Kosova edhe trojet tona shqiptare, ndë gjanat që fryhen prej do portaleve pa nevoj, t'i prejnë pjesë të intervistave, të filon personaliteti, t'i frynë aty për me kryo dhe klikime dhe gjanës, jam kur gjaj që ato, edhe të dikush, të unë s'mujnë me ndikua, se unë veç jam i kryo kështu si që jam mirë i keq, mirë, po të rinia jonë mujnë me ndikua të dikushit që nuk është hala, nuk e ka personalitetin e kryu. Unë kam edhe një pyetje të fundit për ju, para se të bëjmë një shkëputje kështu me pak muzikë. Na thuaj një mesazh për Lurnën edhe për Lekën, që ata, kur të rritën edhe pak, ose kur të fillojnë të kuptojnë, ta shohin edhe ta marrin këtë mesazh kështu nga kjo studio e jona. Unë e kom thonë atë ditë kur kanë ardhur në këtë jetë Lura edhe Leka, e kom shkru një status në rrjetet e mia sociale. Edhe e kom shkrua edhe asaj pjesë statusit i qëndroj edhe sot edhe përgjithmonë besnik e kom shkrua, se shpejti do t'a kuptoni sa me fat jeni që keni lind shqiptar, edhe sot po ju thom ashtu. Pse kanë me kuptu ata vetë e kom kuptu këta shumë heret, edhe ja u përmenda ma heret se sa çfarë njerëz të mirë kom takua, falë këtij profesionit tim, edhe në vendlindjet tona këtu, edhe në diasporën tonë. Marsor, faleminderit shumë që ishe sonte me ne, po për fonda, mund është më na këndu diçka. Absolutisht, me knatësi më të madhe. Faleminderit shumë. Edhe pse jam mas gjitha aty dhe gazmendeve familjare, zonin pak ashtu bas po s'ka lidhje. Jo, është knatësi më të vërtet për ne edhe që të kemi në studio edhe që do këndosh në këtë studio. Kështu që faleminderit shumë që ishe me ne. Faleminderit si juve, ishte knatësi e madhe që isha misafiri juaj edhe i televizionit ATV. Faleminderit shumë. Knatësia është e jona.
behoni Bite malësise